Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët, jemi së bashku. Drejt për së drejti do të qëndrojmë rreth 60 minuta, pres opinionet dhe mendimet tuaja për temën e ditës. SPA kërkon arrestimin e Ballukut. A duhet jap autorizim kuvendi? Është kjo pyetja për ditën e sotme, por jeni të lirë të jepni dhe mendime të tjera. Pa humbur kohë, pres telefonatat e para. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, cili është komenti juaj? Unë do të flas pak për parlamentin tonë të famshëm. Po? Këto deputetët e opozitës, to muajnë rrogën për të bërë muja, për të djegë parlamentin, për shkatru parlamentin, për këtë e muajnë rrogën ato. Apo muajnë për të ndihmu popullin shqiptar, për të ndihmu ato votuesit që i kanë votu, për i kanë votu jotës, ata i vu se liu në listë mëllme, po. Edhe me vje keq për ato zonjët, për aja bokë që dirët, për aja hodi, e da hodi, a kanë burë ato, a s'kanë burë ato, që silën në përsoj mënyrën në parlament, tu i he ujë këtajt parlamentit dhe budigasës. Tot kënë, ato të dish, i dhafje vjetë e poblit, që huta e barë ronë 200 vjetë, 250 vjetë. Edhe ato 200 vjetë me nënë parlament, ato më qeverisë këmë ta një herë se të keni jetë në vetë. A i se li bërishe ma grupin e shkatërëntarë të parlamentit e të vendit dhe Shqipërisë. Ju falenderoj për emisionit gjithë mjerë në këtë. Falenderoj të djelë të mbarë. Presim tjera telefonata pa humbur kohë për temën e ditës dhe jo vetëm. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, cili është komenti? Tani komenti është kjo, Nërtil. Sepse me sa shofon SPA-ku ka një frazë që e përdor, intimidon ato një fjalë varësit e vetë, po kështu me Lënvelin, po kështu. Një fjalë e fut të frazë, që e bërë presion, kurse për Saliu nuk intimidon, nuk kështu fare dhe kështu përfundim. Pasaj kjo çështje, do të shkoj, dakord, do të shkoj paraqitës sa herë, do tha si SPA-ku për mua, mund të lihet edhe paraqitës. Nuk është nga ta që ikën jashtë zhuket e më thanë, sepse kohë ka provuar. Edhe me këtë që Sarkozy, që dalë pension, u dënua, po në shtëpi, ose Berlusconi, që sa herë e kanë paditur, u dënua dhe ai, po aman vazhdoi postin si kryeministër. Prandaj këtë mos e kthejnë politik këta, sepse ka e parasysh që çfarë pa bën Saliu me atë pronat e klubit sportiv Partizani. Shkon një paraqitet një avokat, shtyhet gjyqi. Vjen tjetër, po shtyhet gjyqi. Po mos haro, kur për të hequr imunitetin Lulzim Bashës, ati u desh 3 muaj fiks. Pa mbas 3 muajsh, pra që çoi prokuroria e përgjithshme, dhe mbas 3 muajsh u mor masë. Megjithatë, dhe ai e shtyu me raporte. Sa kaloi afati. Kurse këta jo marrin direkt, edhe është kush ai Gazbardi. Pra Gazbardi thot urgjentisht se atje ka merakut e kryeministri i sotshëm, por Gazbardi do ta dikte problemin e këtij Ulbashi, apo nuk ngrihet, po ka vetëm këtë se ka hallin se të futet inshallah thot Edi Rama, qove dhe Edi, nëse nuk një dëgjon dhe mu me Edi, që shka atje të shkoj, po e kanë qef këta të PD, sepse nuk mund vinë do të pushtet. Nuk vinë, sepse është bërë, e PD do përçarët akome më shumë. Edhe të dyrimisht, ty Gazi po luftoni shkreti, se ka halë se po u përça, nuk do zjedh më. Edhe kështu është arsye që SPA-ku do të jetë shumë i kujdesshëm me këto gjëra, jo të fusit domethënë intimidoj varësit e vet për mua. Prandaj edhe pushteti nuk është i Edit, po është edhe pushteti i Desis, po është edhe pushteti 4 jeni ju apo jo. Pra të gjitha këto janë të ndarë me njëri tjetrin dhe secili vepron, po jo të ndërhyj për shembull ty Edi Rama tek pushteti juaj. Nuk ka të drejtë, sepse jo keni pushtet tyre të veçantë. Edhe këtu nuk e njohin demokracinë tamam njerëzit që nuk u ndryshën në pushtetet e njëri tjetër. Dhe me të drejtë, dhe doni
që gjykata kushtetuese arriti më shumë fare të japi të drejtë Elianës. Pastaj se si do zgjidhet çështja, do shkojë në gjykim, më thënë në arrest shtëpi, këtë pastaj do vendoset mbas datës 20. Kështu që është kjo situatë në tillë. Faleminderit. Mirë, unë të falenderoj të diel të mbarë. Presim tjera telefonata, mirëmëngjes, mirëseardhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, cili është komenti juaj? Atëherë dëgjoj, ky spaku ose segmente të spakut ose qirak të spakut në shërbim të Sali Ram Karaxhiçit janë vënë në lëvizje. Janë vënë në lëvizje duke mos pritur as gjykatat më supreme, siç është gjykata kushtetuese. Ky pren që dihet që është antar i Partisë Demokratike, dihet që është ushtar besnik i Saliut. Pra, spaku mund të themi aspaku. Shikoj që bën Saliu, teatrin që bën spaku me Saliun, me Monikën e me të tjerët që janë. Kurse agresivitetin, ky spak ose qirakët e Saliut që janë instaluar në të spak, me njëherë në agresivitet të paparë. A nuk e di ky spak se kjo qeveri është zgjedhur nga afër 1 milion banor. Është votë e popullit. Pra, spaku ne po e kthejmë Shqipërinë në Republikë Prokurorës, në Republikë Preqës, në Republikë Durim Ajbami, si e ka Arion Bami, që do janë të gjithë abonusit ose janë pikat kyçe që Saliu i ka dhënë në lëvizje. Pra ma ne ky spak as nuk besojmë kurrë, dhe Edi Rama nuk na e ka seriozisht. I lerë ato mbështetjet e pakufishme për prenqët e për të tjerët që kanë atje, por të forcojë shtetin, të ndajë funksionet me ligje, me të tëra, si kush të kryet detyrën e tij. Është bërë spaku si Gestapo a fashiste naziste, këta ushtarët e Saliut, e sheh që Saliu nuk fiton kurrë me votë popullore. Shikoj një njeri të çmendur çdo ditë në për ekranet. Dhe spaku hesht. Akuzon krye hajduti, akuzon krye vrasje i Shqipërisë, foto ka 300 banesa, i harron vilat e të bijës në për tërë botën, i harron vilat e vendrit e të tij në për tërë Tiranë e tërë Shqipërinë. Pra, spaku është komplet i pabesueshëm. Duhet dimensionim nga e para e organeve të drejtësisë. Pretendime se bëm drejtësi kënë komplet fiasko, komplet boshe, s'ka drejtësi. Drejtësi me të mbrojmë Salinë, ta kemi vendrin e Serbisë në krye të opozitës, të flasi Brockua që asaj nuk e di se çfarë flet, vetëm për të mbrojtur veten e tij, për të mbrojtur hajdutët e tij, vrasësit e tij. Mirë. Okej. Mirë, unë të falenderoj. Falenderit. Presim tjera telefonata, mirëmëngjes, mirëseardhët, pa unë burko. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, cili është komenti juaj? Më shtes plotësisht e parafolsin. Plotësisht e më shtes se ka shumë të drejtë i njeri që është në akuzë, i njeri që nuk o zot, kjo është llaftashëm, ti që ti dali për para, kjo është i lezetshëm, kjo është një njeri që nuk ka kjo harop, më kjo Karaxhiç mirë, thë i parafolës. Kjo vlla me Karaxhiçin, kjo është njeri që i llaftashëm, po që kërkon kjo më del në ekranët televizit ditë për ditë. Po kush e një gjën të bandit, të kriminal, të vrasës, po kjo s'ka le gjën më mirë, thoj pasëmije, e vajzës, e djalin, e gjithë dhe këtyre më që vërtet hajtuti kap një hajtutin. Si më qenë ke punë shumër. Që akuzon këj qenë birqene, këj bandit me këj kriminal, këj vrasës, këj du të shkën burë, a i spaku, a i tung dumani, pse lo këte që të livalistë të mërë. Shkoj të boj, fushat elektorale, këj bandit, këj kriminal. Pse lo i spaku, a i, se më lok është nej, për shkopije, se gjithë më lok jenë këto, të prokurorët, e këto gjyqtarët, gjithë për e ne, a i ka bot gjithë, për shkollën e plepave.
edhe del në ekranë televizive. Sot kështu nesër ashtu, kështu aja, kush është këtë bandit më, leni më drejtësis, po ja sa drejtësis, sa liberishës, me dumani mirë, aje ka mos shate, katëre, thotë dumani, sa i dumani me Saliun është, edhe i pjesë këtu në prokurarëve, se prokurarët e Saliut jetë, këtë bandit, të kriminell, s'ka drejtësi në Shqipni, ose ka e bashkë, mësë si Sala, si Edi Rama e kompani, të degeneru, të shkatru të vend, të palatët, të maskare, të njërës. Po qka me Saljanin a i bandit, a i kriminell, që i zeveni, në? Po le të zemë, për qka, nuk pranojnë në jashtë. Ora kë nuk do dali të lëve, kë për i trem njerëzë, kë gërmuq kur i thonë në këni këvaja. Ajo maskara, ajo bandit, ajo fëlliqë, dhe fjatë dhe bajon. Që proteste të bështi mërë bëndit. Ati lapaj i thot lapaj. Ti tjeti të sheha shrehu. Pa i asdi me folë mërë. Ajo është njëri që ka aprit pyllëm. Ajo rrit me dherë me ari. Se me këto dhe drejtoj Shqipninë. Kuj që e leke dhe leqë vitës që i do 6 milionerë. Da këzoj të jezin. Kuj ka parë dhe ati Starlavita qoj. Kuj jeti me gjellë ati 6 milionerë. Kur është ora ku është ajo më këqëzëja, më ku është këqëzëja që ti kërkoj hesap ti banditi, ti krimineli, ti vrasëti. Rosh në këtil. Mirë, faleminderit. Presim të tjera telefonata pa humbur kohë. Me njerë, pasi minutat lëvizim. Presim të tjera mendime nga ju. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Cili është komenti juaj? Komendimi njëm dakord me ato dy para polisit. Zani Berisha dhe Eli Vavis. Po si një vjallë i thome nëjë, po si ku mona pa top. Edhe një vjallë i mana do me ato të vjetit që ka pas që i morin i shkur me vjallë shkën gjimë atë ati. Ka luftëm për demokrati, jo për i vjallë për Saliur mundot në mbroj e dhonin e vetë, familjen e vetë, edhe ka i shkisha, i ditë mare, ditë dhe mje. Faleminderit, gjithashtu edhe ju, presim të tjera telefonata, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Cili është komenti juaj? A jetë o knojshti me këta, a jete po që sysh komenti, mërë po kur t'gjërë që sa fësyrës dhivës, që sa faloqe njërës në Shqipni, duhet baluke, këto duhet beshe baluke, këto duhet me shreje, këto duhet e në mërhojgjë, këto duhet vesh me shtyp këtë popull, që ne jena popull i shqirë, një jena popull kur shak të dy faqe kriminella që ata flasën për këta që s'kalon e ka bon Shqipnin, s'kalon gjonë Shqipnin, ja ka pi gjakon Shqipnis, e shohen ata pasamungrat që flasën para me jetë, kjo ka me të vërtet më ka marrë, kjo Shqipnia në sajë në zotë mërë. Po kur t'kirë që sa ftyra të nëzime, që sa ftyra që përmend, ne kena ujë për të kopirë të e hangën e të japi. E qartë. Mirë, shkojmë të një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Cili është komenti juaj? Komentim është kë, unë habite me disa njerëz që flasat atë 80 veçarë dalin telefon, unë jam nga përshkruja, unë nuk jam malok, që thot njërë jam malok, unë si kuptoj, ore shqiptar, a të bëhemi njërë ne, as të bëhemi. A të bëhemi apo jo? E dini ju se Shqipërina ka mbuluar ferrat? E dini ju se Shqipërina ka mbuluar mbeturinat? E dini ju se Shqipëria nuk ka spitale? E dini ju se Shqipëria ka mësues dhe jo profesionista, nuk ka shkolla, nuk ka siguri në shkollë? E dini ju që në shëndetësi nuk funksionon, vjen mjeku dhe infermieri në fshat punon 2 orë dhe ikën në shtëpi? E dini ju se ne jemi pa ujë të pishëm? E dini ju se ne jemi fukarej? Që kërkoni ju, jo Sala, jo Berisha, jo Berisha, jo Rama, jo Berisha, ngrirni mërë popull, ngrirni kërkoni drejtën tuaj, lerni me politike me njënë, që bëtë shumë më bërëdheu, si su binde një herë më bërëdheu, pastaj në televizionin tuaj në përfajson 8 vjeqarët më vla, që rrinë të folë pa da, atë e në të bindu më vla, s'ka burë në anti mush mendin atyre. Kush janë këto më, kush janë këto? Kush janë këto më zotëri? Unë nuk e di, ne populli shqiptar ka ikër një farë më vla, deli në një qytet apo një fshat nuk shet njerëz, s'ka njerëz, atëherë kush e ka fajnë këtu? Pse populli nuk organizohet me ngritë më vla, jo ngritë me 50 veta, me 100 veta. Dili në gjitha e Tiranë, 1 milion banor, dili më protestoni dhe kërkoni drejtën tuaj, hidhni për politikën e ndyrë poshtë, hajdutët.
A do arrestohet Balluku? Si do të arrestohet Balluku, më vlla? Çfarë është kjo lloj kushtetutë kështu? Ajo vjedh atje që thotë prit herë ta ti heq mandatin, mos heq mandatin. Nuk ka mandat, ka prova arrestoje, nuk ka prova mbyllë gojën gjithë, marroj punën. E qartë. Mirë, faleminderit. Faleminderit që dha opinionin dhe mendimin tuaj. Presim tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Do. Ule pak. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, lutem. E kam ul. Okej, ju dëgjoj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin njerë. Për Faleminderit. vetën time, jam nga Tropoja një tërën Kodrenor, jam 300 metra mi niveldetit. Ashtë tokë, sa komunën Tropoj, ta kishte skraparje dhe të pelera të dëshin qytetet më të mira mos, e kam prapsh. E kam fush. Edhe të të kene edhe ata parafosa që jetonë maloku. Kjo është e gabuar, në fakt. Po ta kisha përballë tu, e djun që është skandal. Jo, ti bënë shumë gabim, është skandal kjo. Si që është putë që shkodrë atë meditoj nga është kë. Po që është putë telefonet dhe kur të flasin të mëmë. Ballukja duhet me shkuar që ti shbush. I ka dalë aq pak sa ka vjedhë shumë më shumë se sa ka vjedhë. Ka vjedhë shumë ajo. Kështu që e meriton burgin ajo, edhe e meriton burgin e Dirama, e meriton burgin tënë hajdudat tënë kush ka vjedhë. Edhe Lulbasha e meriton burgin, se edhe i ka vjedhë rrugë kombet. Se do një burin njëtë është Lulbasha me këta socialistat. I këtë ma mirë, një foli kemë shkështit qonin dhe 1 milion e gjysë banor. Vetëm Tropoja që është popularizuar. Se kemë Kosovën afër, vine shkojnë. Ka në dhe 3 mesit. O isha para sa të skrapar, në orën 3. Në 3 mrapa s'ke kam robin që të qërëvozë. Esë është ideja tyre, unë t'jem dhe në tyre që ose veqona vla e përmyshim këtë qeveri. Unë s'jam as me përdojnë, as me pësën. Po, jam grinë në ashtu, pëtoj, hetoj, si të maja fitruri. E qartë, mirë kënajtësi të djelë të mbarë. Presim tjera telefonata, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Jesë, së zive. Mirë se erdhët. Mirë, si kalon. Mirë, cili është komenti juaj? Komendi im për drejtsinë, e disi është drejtsia të ne si e drejtësi drapi e shtemë që gjipka, nuk ka drejtsime. Po të ishe drejtsia, Sali Berisha me gjithë vajzë, me gjithë qunë do të ishin brenda, o shkan vjetë ata nuk ka vjetë njeri. Ta po e po një, Balluku me këte këta, duhen tjetë pa tjetë brenda, po ata duhet të ishin të partë, ata të ishin për shembull. Bëshin shembull të futëshin brenda. Pasaj, të vini këta që janë sot që kërkojnë ta. Që aty do fillë, ose më mirë them që nga nëse njësh, nëse 2 shkuar në pushtet, nga gjenë të rrulli, pak bëllë gjenë të rrulli, i nga gjenë të rrulli të fillon e drejtësia. Që aty, me radhë, e kam bërë të drejtësin, që drejtësi së është drejtësi kjo, nuk është drejtësi kjo, për mua nuk është drejtësi, lere s'paku sa plaku qashjo, nuk ka drejtësi me të neve. Janë të gjithë të krim, drejtësia dhe politika janë të gjithë kriminor, të gjithë hajdutër janë, të gjithë kanë vjedhur, nuk ka lënë njëri pa vjedhur, të gjithë. Prandaj nuk ka me besim të drejtësia. Drejtësia do të kishte filluar që nga nëse dyshi. Kjo aty të kishte filluar, nga ata deputet e parë. Hajde miru pafshim, shnedlo. Faleminderit. Presim tjera telefonata pa humbur kohë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, cili është komenti juaj? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë e kam lidhje me temën e ditës sot. Po? Tash kisha një diçka me thënë se si shumë gjyqtarë janë bërë sot, tash që japin drejtësi kështu nga telefonatat. Tash i kam lidhje me këtë, si ka mundësi që akuzat bëhen pa një bazë, pa një ashtu. Njeriu. Po, ju dëgjoj. Po, faleminderit një herë për tash të akuzosh tjetrin, sigur nga 300 që ka, sigur 3 tjenë reale, do isha me ata që akuzojnë. Po do të paraqesish faktet, paraqesish gjanat, jo me imagjinata.
tash i dihet ai se kush është ai që i akuzon. Ai dihet ai është vetë i akuzuar dhe duhet që t'japi hesab vetë një herë për vrasje, për gjëra madhore, jo për këto që janë çështje administrative. Që këto trajtohen çështje administrative këto që janë jo çështje penale. Në qartë. Tash Spaku është kthyer janë mbledh aty që për të kryer për të grumulluar fakte. E afro atje para Burgos për të ashtu. Sigur Velia e rastet e tjera gjithë dhe asnjë fakt, asnjë gjë, asnjë vërtetim të ta vërtetosh tamam të dali. Simi, unë jam një maj, edhe jam dakord për çdo gjë që të heci, vetëm të heci përpara, po jo për të penguar. Kjo është një pengesë, ju përshëndes dhe gjithë të mirat si emisión. Mirë, presim tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo. Mirëmëngjes, cili është komenti juaj? Mirëmëngjes, ime për emisionin tuaj. Faleminderit. Festat mbara dhe fundit mbara për marrë kombin shqiptar. Duhet flas vetëm 2 fjalë, kaj shkujtimisht sa për të emnedis. Sali Ram Berisha është i vetmi njeri në kombin shqiptar, që ka qenë 2 herë kryeminist, 2 herë president i kombin shqiptar. Kishte ka njeri ullë, taj njeri, nuk e kishtë ban kush 2 herë kryeminist edhe 2 herë president. As njeriut nuk duhet t'i humbë vlera asë kjesë ati që ka ban. Në asë se ka ban këtë, se po flasin të njerë së. Ata në Tiranë e ka nesër, shkujnë të atakojnë. Sa për, të pojën, e për ne që ne thonë malok, jem këjnon që jem malësor, edhe nuk jam rojmë as kujtë në botë, në dikë komonit e latë, lejë, puk, kuk, së të pojë për këta, për, ka thonë pashkovasa feja shqiptarit, është shqiptaria, edhe këta nuk duhet të anëgjojnë kushën në Shqipëri që ata malokët. Ata malokët hënë mirë, pinë mirë, jetojnë mirë, nuk u për nevojë për atë reklama që jep ju në televizor aty që e pa jo, si marrin për këtë smundje, për atë smundje, jetojnë më ujtë fresë, balbunës e jetojnë shumë mirë. Pika tjetër e një ditë Spaku sa për mua, a i së nështë asë pak. Këtë salibejit që akuzojnë, ose duhet të ishte denua dhe i sëd, ose a i burtë marrin papajsin e dalin i lirë si gjithë bashkunë si të shqiptarë. Sa për Ballukun, besi Balluku të artejt bërë Shqipërin, e ditë të në Shqipëria, me se ti, bani burra shqiptarë që të bërën dhe në litarë në Elbasan për dritat elektrike, e akuzohet me 7-8 akuza, dalin ca njerë se zotja fëndaj rujtë zotit, mine e tyne që u bjen buk, për ja shtetit tu punua me i majtë dhe ples të në Shqipëri që kanë met, e thonë ka drejtësi e po akuzojnë një femën si Ballukun, sigurën e janë velis, sigurën e tjetët se ne s'kemi sapun me loga tona, teshat, atë kanë veshje maramense, që nuk do t'i nxerë nga goja, edhe thonë, mos përmen një femën, mos përmen një femën. Një femën cik një shtetë. Ajo, duhet dënohet e dalin pa drejtësis, e dëroma të dërheqen. Bon me Kristasham, bon me Beshir Balluk, sot, Beshir Balluk ku ka gjërë tash 40 vjetë në të ati, me qenë, e me se ti, mon të ati se sëtë, poshtë të shëbëri, poshtë të kryeministër, edhe në asë, Sali Berisha është e vërtet në spak, e dërëma, ikun nga drejtësia shqiptare, atë ditë, po të shqiptare dhe të festojnë një vitë të i. Gëzuar, falem në esë për kurën që më dhe, jëmë kajnonë që jëmë malësorë. Falemderit edhe ju që u bët pjesë dhe dhatë opinioni dhe mendimin tuaj. Presim tjera telefonata, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cili është komenti juaj? Unë deshe të flisë e një për Spakun. Po. Komenti ime që Spaku të lejë të punoj
të punoj për arsye të bëj punën e vet që i takon. Dhe Ballukun e mbron Edi Rama për të vetmën arsye. Nuk do ta lëshoj se po doli po hyri ajo, dhe të kuptohet ajo. Rama duhet ta lejoj Spaku të bëj punën e vet. Po, flisni, ju dëgjoj. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Presim tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju dëgjoj. Flisni. Mirëmëngjesi. Cili është komenti juaj? Komenti ime është punë e parë që duhet bëj Spaku, duhet bëhet me kriminalët që kanë bërë vrasje në Shqipëri. Dhe një nga ta është Sali Berisha, i cili ka zhdukur që nga 90 dhe deri sot vazhdon e zhdukje. Po? Si është e mundur që nuk dënohet kriminalë si Sali Berisha, edhe meren me tendera të cilët pa u dalë rezultati kërkojnë të arrestohen. Dhe një vërejtje që kam për juve. Po. Përse i pranoni këta njerëz të cilët janë nga Maja Gishti dhe Majt Kokës Sali Berisha? Përse i duhet t'i vëni këta njerëz? Edhe juve zgjasni emisionin me këta element kaq negativ. Ne në qoftë se një njeri u shpreh që ne malokët dhe labët e gjithë jemi vëllezër dhe motra dhe nuk kemi konflikte me njëri tjetri. As se kemi pasur, as duhet ta kemi. Kjo është një skandal në fakt që shpesh përdoret, por që të gjithë duhet i vëmë gishtin kokës. Kemi marrëdhënie shumë të mira, edhe individ të veçantë, ndoshta e kanë koncept, le të vazhdojnë të flasin, por 99%, mos them 100% shqiptarët janë vëllezër dhe motra dhe nuk ka konflikte me njëri tjetrin. E qartë. Por, element që pranonin në emision, që flasin vënde pa vënde, llafe nga lloj, nuk duhet pranohen. Jemi shumë të lodhur. Jemi shumë të lodhur me këta njerëz, të cilët akoma nuk e kuptojnë dhe mbajnë në krye, kërkojnë dhe çdo kush të bëjnë prap kryeministër Sali Berishën. E kuptoj. Mirë. Nuk ka turp më të madh. E qartë. Nuk ka turp më të madh. Mirë, të falenderoj, faleminderit shumë. Presim tjera telefonata, pa humbur kohë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ja do të eci përpara. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cili është komenti juaj? Mirëmëngjesi, zoti gazetari nderuar, dhe me të uroj e falenderoj për durimin që bën. Unë në disa foshe u bëj vetëm një pyetje si qytetari i këtij vendi. Në qoftë se Saliu do të kishte vrarë o vllan, o baban larqoft, o në një fëmijë në vitin 1997, mbrapa tjera, kështu do flisnin këta? Ka një pjesë nga këta që për mendimin tim duhet të bëjnë skanerin e kokës. Që këtë skanerin e kokës, profesori që e nxori doktor Sali Berishën e ka dhënë me deklarat. Është njeri me sëmundje psikike të rrezikshme, me rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Dhe përfundimisht ai njeriu aratis edhe s'dihet të vdiqë ndaj nga e para. E dyta, të dalësh e të thuash që Saliu është politikan. Saliu s'ka qenë asnjëherë politikan. Por politikën e Saliut e kanë drejtuar shërbimet të tjera nga jashtë shtetit, mos zotëri. Nuk pranohet që të flasësh me atë gjuhë tamam, jo me gjuhë, edhe një rrugash nuk e përdor, ti thuash një ministra kryeministra atje, Lubi Balluku e të tjera e përdit. Në del në kanalet televizive, ka shumë kanalet televizive nga jo dhe ju bëj vretje që na nxirrni për ditë, na nxibët faqen në sy të botës të Evropës edhe të gjithë gabishullit të Ballkanit. Po si ka mundësi më zotëri të dalje të flasë një njeri që ka vrarë, është i lyer me gjak, që ka tradhtuar,
që ka poshtëruar, që ka bërë të 101 të këqija të këtij shteti, dhe neve e bëm presidente, e bëm kryeminist e tëra. Unë që të jesh demokrat, apo i majt, apo i djath, është zgjedhje personale, por u bëj thirrje të flasën që ke të vënë gishtit kokës. Del Saliu dhe i thot Ramës, ti e kriminele, ke bërë kështu, më falë për shprehjen, i thot Gomari Kokoshi sa mi ke veshët. E zëmë se Rama ka gabime. Ti ki të largohet. Por ai s'ka të drejtë morale, as të dali prapë në krye të partisë dhe as të flasë sikur është një tamam, një i smur psikik. E qartë. Një, e dyta, në atë parlament e kam thënë një herë ai duhet të shkrihet se atje brenda ka njerëz që kanë futur njerëz me pa baza në burg. Që nga Tritan Shehu, që nga i ati i babai i ati Balliut me shok me tërë, të mos i theni në emra se s'kam atë edukat, të jam shturp, ai parlament duhet shkrihet, ajo parti duhet të rikonstruktohet ose të rithemelohet nga para ta hedhë jashtë Saliun, e Flamurnokun, e të tërë me të tërë, që i marrën udhëzimet ande nga i marrën nga dinata. S'kam më turp më të marrë, zotri, që të na dalim në çdo kanal, dhe ka shumë kanale, turp dhe kënë. është kanali Syri Kuqe, sa i kanali Syri Kuqe financon ato që deleve, çfarë nuk thot ai. Atje vend sa ignorant gazetar, nuk do t'i ofendoj të gjithë, edhe plaso sikur, po sikur t'i kishte vrarë aty gazetanit Hoxhës, baban vëllan, kështu do fliste ai. Pra, neve kemi ikur një çik, kemi shkarë nga e drejta penale po e po. Pastaj Spaku merret me Ballukun e me të tëra, le të bëj punën e vet, se Saliut nuk i hoqë mandati kur e arrestuan në shtëpi, që janë këta. Këta janë që për mua, që parlament nuk do të eksistoj as 24 orë. Të bëhet pasërtia e figurës e tyre dhe gjysma e tyre dalë në fishek. Mirë, unë të falenderoj. Mirë, jemi rikthyer, pa humbur kohë, presim tjera telefonata për ditën e sot me SPAK kërkon arrestimin e Ballukut. A duhet që kuvendit t'i jap autorizim? Kjo është tema e ditës, pyetja për ju që t'jepni opinion dhe mendimet tuaja, por jeni të lirë dhe për mendimet të tjera. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, zotë gazetar. Cili është komenti juaj? Komenti është këto që dalin të flasin për të dy anët, edhe për demokratikën dhe për socialistën, se që të dy palët janë kokë e këmbë bashkë. I mbajnë krahun Sali Berishës, edhe Sali Berisha ka vrarë. Edhe Edi Rama më keq se Sali Berisha ndoshta nuk ka vrarë, po me vjedhjet me ato të gjithë një lloja. Edhe kisha një për atë televizionin Syri. Gjithmonë ky televizion vetëm për Partinë Socialiste. Temat vetëm Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike asnjë lloj teme. Ato do të shqyrtojnë gjitha temat, edhe nga demokratike edhe nga socialistja, se një lloj janë. Se i bie që është stacioni Partisë Demokratike. Edhe kështu, zoti gazetar, ju falenderoj shumë që më dëgjuat. Falenderoj të diel të mbar. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo? Mirëmëngjes, cili është komenti juaj? Alo? Po, ju dëgjoj, flisni. Mirëmëngjes, komenti im është, e kam thënë, ka 3-4 ditë. Mos i hiqet imuniteti as në asnjë mënyrë. Për arsye se kontrolli i shtetit, ku është zoti gazetar? Pse nuk shkon atje të barazojnë shifrat e parave, të lekëve? Puni që është bon në tunel, këtu në Tiranë, ka do që i ka bon. Po shish bëjnë tani, i ka shpik edhe i këtë tjetër. I ka shpik edhe 300 pallate. 300 pallate, ajo zoja, i ka bon me rastin e Tërmetit, o zotni, me rastin e Tërmetit. Vetëm në vorë, ka bon 26 pallate. 26 pallate i ka bon për strëhu njerëzit që i dëmtoj Tërmeti. Tashi, ja ka njëtë kot, ja flasin kot. Atje në Spaku, shish ka bon. Ka ma dosin e Sali Berishës e man kasafort, o zotri, të lutem. Kurse dosin e kësaj Ballukut, e ka qitë prej herë, gjojnë që zërëj qeverin, për arsye
të vetat, dy vetaj ata. Tjerë në gjumë shik ata, në gjumë shikat atë Brown, ka thëvoj mena i. A kom të ndi, për nuk bëhës qore, a e foshte kot. O sot një kontrolli lati shtetit është kompetent të shkojnë, të shofi që punë është ba. A i si me marë si atje do të ketë akt punimeve komplet, ke tuneli, këtu ke në Tirane, të gjitha ku ka punu ajo zonja që ka bë punë të shkëlqyrë, tuhet me një herë të kontrolli lartë i shtetit. Që qënë hetosistë në rast se i det diferenca. Ndoshta ka vjetë. Po jo këtë. Ajo bo pse ka ndërru firmat. Për lutëm shumë zoti gazetare. Firmat i në rëjna e se tje shetë nga Tirana në Vorë, në Gashar, ka një vit që ka fillu puna aty, nuk hetën, po sheti ajo ka kompetencët e veta për të ndërru firmën. Kështu që, do me thonë Spaku, përnon me dy variante. Ai do të cekë fare ata, po këto të manë dorë, përse përket vetëm presidenti, kryeministri të marrin dorë vendin, të hekjen atë palaqen aty para kryeministrisë, që mleth njerëzit kot aty, a këpëtoni e pagun me lekaj, se ku i ka gjithë lekaj të bivet, a këpëtoni të shtuket me herë Sali Berishore, se dhe hajda i, se nuk të desht. A i të vdes dhe për prumi se ka vra, pa vrave të vrasin, tje të punë. Kështu dytërimisht të shplahet, ajo se grupi terrorist i Sali Berishës është shumë e rëzikshëm. Se do plasi lufta civile Shqipni, e në këto pa e bon vetëm ajo Rusia, prokuroria. Sepse e bëjnë e dinë ata. Jo shkat mirë pafshim. Mirë, faleminderit. Presim tjera telefonata, pa unë burko. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Cili është komenti juaj? Mirëmëngjes. Ju dëgjoj, flisni. Po që për çështjen e Ballukut, Spaku të bëjnë punë e vetë. Qofse Spaku nuk bën punë e vetë, për mendimin tim, e merë lekun kotë. Mos e tremin qerpikun se popullin e ka prapa. Në qofse ajo ka vidhur të dalë përgjithësisht. Unë kam folet e tjera, ndash presidenti, kryeministri, deputeti, të merren para drejtësisë. Se Shqipëria nuk po ecën. Po? Të viren para përgjithësisë, sepse Shqipëria nuk ecën. Ndash bëhe me kishë të matematikën, ndash bëhe me laptop, ndash me kompjuter. Shëndet, të uroj shëndet ty dhe gjithë popullin shqiptar. Faleminderit. Presim tjera telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Cili është komenti juaj? Komenti im është që e para është gëzuar festat, na gjejnë shëndoshe dhe mirë. E dyta, të ruajmë Sali Berishën, të dhe në datën 22 të gjithë, me kuqe me maqë në Tiranë, të ruajmë arditën edhe djalin e Sali Berishës. Fëmijë tanë t'i lem të bredhin në për rrugët e notës, vetëm Saliun mos na i gjegje, që na kanë zirë jetën, dhe meret me poca qëleqe. Vere Belina në qofë se vodhi të vej atje ku e ka vëndit. Ka të Belin. Po, jo të flasi Berisha. E kush? Berisha. Po edhe dijet, neve e param Berisha, se që na beri. Na imblodhi tërë ato kursime që na nisi në kurbet, si qëndë që ikëm, edhe na imblodhi ato parat. E tani akoma kërkon që të na nëzi jetën, që të na vritën fëmijë. Ai të vejnë në djallë, bashkë me ata lupit që ka referet, që bëjnë skandale në kuvënin popullor. Na vjen tur për të apim televizorin, të shikojnë Berishën në mëngjes, në drek, në darkë. Prandaj them tërë popullit qytet të ngrihet e të vej
ta mbroj Berishën për këto të mirat që në ka berë, që ju bëft atje ku nuk berë, a i ditën e mirë birë. Mirë, faleminderit. Ne kemi britur në fund për ditën e sotme, ju mos u largoni. Nga ekrani Report Televizion, pas pak ne do të jemi sërish së bashku në edicionin e parë informativ të lajmeve për ditën e sotme. Lajmet tona në koreale, ju i gjeni duke klikuar edhe në shqiptaria.com, programet tona në kanalin ton në YouTube Report TV.